Spaku thotë që po e tonë pasir tani. Spaku ka çështën e shuka. Mirë, po i besoj. E tha në kuvend. Jo, le ti lëm gënjeshta tani. Andi. E tha Altin Dumani kuvend. Po pra e tha në janar të 2022-shit. Në përmbyllje të 2025-s, kur dolin kuvend që bëri raportin vjetor të punës së SPAK, tha që çështja me Goni Gal tha është çështje në netim. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Keni hyrë në vitin e 5. Atëherë, kjo është histori pra. Pritani, jo, nuk është histori pra. Kjo është mosveprim. Dhe mosveprimi prokurori di më mirë se ne. Kalojnë në fazën e parashkrimit. Veprës penale. Ti zotri, ke 5 vjet që e mban aty në zyrtar. Kjo është çështje shumë e rëndësishme. Për sigurinë kombëtare e Shqipërisë dhe Amerikës. Ka folur Gerald Merrick, ish të prokurori federal i Shtetit Bashkuar në Senatin Amerikan, duke theksuar që ai që ka bërë të veprim cënon sigurinë kombëtare e Shtetit Bashkuar. Është deklarim në Senat. Ai ka ditë në gjë për këtë histori besoj. Se ishte emër jo dhe është pikërisht ky një vit se na kërkonte Rama në bordin e paqes për prokurorin Jack Smithin. Po Jacku ka punuar me materialet e Charlie. Së është një nga agentët kryesorë të dosjes së Trump. Dhe këtu kanë marrë tendra leje ndërtimi, tendra të rindërtimit, koncencione për naftën. Pra Charlie me shoqërinë. Ndaj them surprizë posaçme. Këtu do të shkojë ajo. Charlie mund të bëjë çdo gjë në Amerikë, nëse ka konsumuar vepra penale me Ramën, me çdo tjetër zyrtar publik, shqiptar sot kërkon një përgjigje definitive nga prokuroria dhe nga gjykata, se ajo do ta shprehë vullnetin mbas akteve, dosjes, çështjeve, por çka ka ndodhur këtu? Po çu sepse aty pra të gjitha këto që përmendin Basir ka më tepër. I ruan gjykata e lartë me këtë vendim. Ka më tepër. Se këtu ke edhe rus, ke edhe kinez që kanë marrë shërbime. Ishin të sanksionuar. Tu çfarë s'ka më tash pa pranojmë tash se kanë thonë Po nuk mund ta bëjmë si supermarket këtë. Se po gjen edhe unë. Falin që po normalizoj, po. Po tu nuk mund të themi që ka edhe brisje dhe moll. Edhe sheqer edhe brek. Tani këtu bën fjalë për drejtësinë sigurisë kombëtare. Të brekët se të arrestojnë për brek, se këtu s'falin këtu. E di që është elementi sigurisë veçantë. Tu s'fal spaku të çështje brekësh. Këtu jam kundër te Basir. Se ti me gjithin ka bërë vepra. Jo këtu të brekët ndjes, këtu të hapin ata. Ta fusin dhe la takush. Dhe këtu është deficitar spaku, se ke Porto Romane me siguri kombëtare, ke Akshi me siguri kombëtare, ke miliardë euro të tjerë të investimeve siguri kombëtare, ke trafikantët që janë pjesë e cëlimit të sigurisë kombëtare. Po ne nëse na cënon siguri kombëtare, çfarë ruajmë? Se si prodhohet rakia? Nuk besoj se kjo është. Ndaj thënë po hym në BE do ta bëjmë atë të rakisë, se Kazani duan me licencë. Po nuk do të aty në BE. S'dua di ç'i bëjmë. Prandaj prandaj në BE 10 numri i shtetëve ka përshku 15 që zgjuar Shqipërinë në BE, sepse ta kjo qeveri punon për të mos hyrë në BE se nuk do të mbikëqyrë. Për paktën kallaisni Kazanët. Kazan evropian. Po, Kazan evropian. Sasi rakia ka sasi bakri, po unë nuk e besoj atë. Ka sasi bakri gjatë është hall më vete. Nuk mendesh do na vi shpëtimi kombëtar nga rakia. Të rikthehemi tek vendimi unifikues. Sa ngarkon me punë, domethënë ky vendim unifikues gjyqtarin dhe prokurorin, si duhet të jenë të balancuar për shembull prokurori kur shkon që kërkon masën e arrestit me burg, është tërësisht i bindur për rrezikshmërinë e personit, për natyrën e veprës penale, e të tjera me radhë që i dini shumë më mirë se s'mund t'i përmendun të gjitha. Edhe sa do i shërbej gjës. Dha janë të aftë për ta bërë, pyetërinda janë të aftë për ta bërë, mos e kjo më intereson. Ande, unë mendoj që vendimi unifikues kemi të bëjmë me një veprim më pozitiv, pra një vendim shumë pozitiv për jurisprudencën shqiptare, por edhe për popullin shqiptar. Është pak me vonesë, po them, sepse sot ne konstatojmë vdekjet njerëzve në burg, pra njerëzit po është shumë vonë. Dhe e dyta, janë nën masa sigurimi. Pse zgjidhet arresti në burg? Mos ndoshta ke persona që kanë, domethënë, e kanë mësuar, duhet të studiojnë magjistratët kodin e procedurës penale. Pra këto që ne diskutojmë, duhet i shohim pse e lënë në burg. Ndërkohë kërkon dhe ndërhyrje legjislative. Prokurorët dhe gjyqtarët që vendosin masa sigurimin kundërshtim me kodin e procedurës penale dhe prokurorët dhe gjyqtarët ose merret pafajësi nga gjykata më e lartë të analizohet dhe ata tregon paaftësi, sepse këto burgje kush i ka mush? I ka mush këta prokurorët e gjyqtarët. Po Karansha, më kap sot mua policia me një qesa shash në rrugë, gjet një kontrolli rutinë. Më kapin forca shqiponja. Më çojnë në polici, më arrestojnë. Arrest në flagrant, më kapur me sasinë e lëndës narkotike. Varet nga sasia.
varet nga sasia. Po kam aty një qese, nuk e di sa gram është tash, 20 gram, 30 gram, nuk e di tani ajo ato qeset e fotografive. Tani shpunime. Më çuan mua në komisariat. O po gjëja më merr në pyetje ku diun arrestohem unë atje. Bëhet këto referohet në prokurori. Unë jam në masën e sigurisë arrest me se u arrestova pra. Qëndroi 40 orë. Me praktikën e saj varet nga sasia. Pra atiti ishte kap te koteci pulave. Po. Pra është bërë kthyrje e pulave. Janë gjetë pulat, janë dalë vezë. Është gjetë vendi i ngjarjes, midis vendi i ngjarjes kam pa dhe pulat në një vezë thyme që mund të jetë thyer gjatë procesit. Por me timor është. Po, nga sasia është lënë arrest në burg në gjykatën shkallës parë të rasti konkret. Apeli tha ore shiko e ka lënë në burg. Pra fakti ti me këtë praktikë që është sot do ishte në burg me një qese. Po sa pra, kur themi një qese, 2 qese fotografish, po nuk e di konsumator që mbajnë këto çuna të rinj që mbajnë nga këto qese të fotografive. Nini 283 i kodit penal parashikon mbajtja e prodhimi, shitja, mbajtja ose kalimi i një personi tjetër i tretë jo për përdorim personal dënohet nga 5 deri në 10 vjet. Po ku ndan do ti si prokuror që 2 qeset unë nuk i kam për përdorim personal, do marrësh të dhëna të tjera. Tu kam kryer veprimtaria apo jo. Dalim tek ndërhyrja legjislative. Ndërhyrja legjislative. Se dua ta kuptojmë, sinqerisht dua ta kuptojmë. Ndërhyrja legjislative këtu ka një problem. Kush është problemi? Është ajo që thotë. Këtu janë fut gjithë me një thes. Pra drogat duhen ndan nga rrezikshmëria. Drogat e rrezikshmërisë lart, që është heroina, kokaina, hashashi, amfetamina. Pra neve duhet t'i ndajmë dhe të kenë masa dënimi ndryshme. Këtu si me të kap me 5 kg, si me të kap me 10 kg, si me të kap me 2 gram, ti nenin 283. Prodhim të shifre lëndë narkotike. Sepse kemi një kod që ndodhet e 5-ën që nuk ka ndryshu. Po ndryshu tani u bën me 900 nene prap nuk tani është bërë këtu prap është bërë më keq. Prap nuk është prekur. Janë bërë ato nenet e famshme që vinë nga kopti Hammurabit, nene të gjymtimet e tjerë, ndërkohë s'merren me problemin e popullit shqiptar, me parkime dyshe, me mospagimin e mosbërjen e kolaudimit parakalimi i gabuar. Pra janë foto nene, pra synohet andi shkatrimi përfundimtar i popullit shqiptar. Pra neve stojmë që kjo lloj gjëje, reforma drejtësisë e lidhim në tërësi, sepse ligji qëllimi është largimi i shqiptarëve. Pra ti plasësh shqiptarë që t'ikin, sepse në asnjë vend botës për një qese ashashje ti e ke marrë për gjithë javën, bosh 5 vjet burg. Si ti bosh 5 vjet burg? Edhe shiko se ka edhe pse ndryshohet ky ligj? Ndërkohë që ka licencimi i prodhimit të ashashit në Shqipëri, ti këta që i kap me nga 2 qese i plas burgjeve. Pra ka një gjë që nuk më rri se lidhen ke rrezikshmëria dhe drogës. Atëherë pse nuk ndërhyn shteti këtu në këtë rast? Pse deputetët nuk e ngrenë këtë problem? Edhe për kultivimin. Pra këtu synohet si teknika legjislative thash dhe politika, se kjo s'ka të bëj, se ti teknikën e bën qëllimisht i futesh shqiptarët në burg. Pra kjo është e qëllimshme. Parkimi dysh në burg, këtu burg dhe ti po i çon vetë drejt burgut. Dhe tash që e shkatrove, thu, shiko gjejm fajtorin dhe fajtori ka për të gjetë. A ndihmon luftën e korrupsionit apo jo? Atëherë do e kam pyetje për ty Çollaku këtë. Fajtori ka për të gjetë. Do gjetë e ka fajin ai vendimi i vjetër i 2011-s, ai është fajtori. Dhe është piketuar, nuk e ke 2021. As shkencëtarët e reformës në drejtësi i ka shpëtuar, se ti di janë shkencë ato. I ka shpëtuar rastit, ato s'kan faj vetë, që e mushën burgjet plot, shkatruan sistemin e drejtësisë, e mushën drejtësinë me spiuna dhe bashkëpunëtor, se gjithë spionat kanë kaluar çuditërisht. Dhe prandaj sot kriter tjenë spionova, po ne spiona me zor basir zbona, arrohet punë. Faleminderit Karanja. Veliaj, Meta, Beqa, Berisha në ndonjë moment caktuar se shkon historia, por që ajo është ma siguri e ka kryer atë histori, nuk përmend Berishën. Këtu e heq, nuk rri, mund të përfitojnë prej kësaj, dalin nga masat e sigurisë arrestuar. Balluku. Në rast të shkatere, se përmenda Berishën, po Balluku du t'i, se Berisha qëndroi në masën e arrestit në shtëpi, e ka kryer atë detyrim. Po nuk lidhet fare, nuk hyn Berisha këtu, po Veliaj, Meta, Beqa, dhe ju përmendi Balluku në rast se një moment caktuar Spaku do t'i miratohet një kërkesë e dytë. E çfarë shohun në këtë iniciativë? Sigurisht jam tërësisht i bindur që është nisën politike, por që kanë lënë porosi sa dushi si shumë të tjera për ta ekzekutuar. Dhe unë dakord, këta kanë gjetur le të themi pretekste të ndarë nga shkaqet që aty kanë një vend për të bërë sa korrektime dhe janë duke e bërë edhe kodin penal, edhe kodin procedurës, kundërhyrjet e vitit 2017 dhe 2021. Pra problemet e paraburgimit ishin
aktualet. Dendësia ishte e lartë. Ky vlerësim i masës arrestit, pra ishte i paqartë. Dhe këta sëznikët e drejtësisë e dinin këtë gjë se kanë qenë vendimarrës. Di se ka vendime gjykatës së lartë që u thonë avokatëve mos bëni ankimime se do ju dënojmë ju nëse ankimimi nuk rezulton. Mos bën ankimim. Po, ka pas para 2 vitesh, bresa dushe ka pas bërë këtë biletin qendrim. U thotë avokatëve mos bëni ankimim gjykatëtar se nëse ankimimi juaj bie ankimim, po, atëherë do penalizoheni ju. Çfarë do penalizohet? Ka për detyrë të bëjë ankimim. Ka pas sa dushe para 2 vitesh, u thotë mos bëni ankimim avokatëve. Por me ky merakliu para i drejtësisë. Tani, ke edhe histori tjetër, nëse do të ndërhysh, ti ke gjithë hetimin e çdo zyrtari të drejtësisë të çdo niveli, jurisdiksion i përgjithshëm, prokuror i përgjithshëm, gjykatë kushtetuese, gjykatë lartë, e bëjnë prokurorët e SPAK-ut. Përveç kësaj, SPAK-u heton edhe vetveten, prokurorët dhe gjyqtarët e SPAK-ut. Po ata janë mishë thua, le të themi në një kungull bashkë të gjithë. Ka pasur dhe ka raste për të hetuar dhe brenda strukturës posaçme dhe gjykatës posaçme. Pa dalë te Arena që është shembulli, le të themi, i icebergut të shkrirur në sipërfaqe, nuk ndodh kjo punë. Nuk e hetojnë njëri tjetrin, nuk e gjykojnë njëri tjetrin. Ka dhe raste të tjera ku prokurorët kanë bërë. Do duhen hetuar ka arsye. Ka dhe raste të tjera ka arsye. Ku prokurorët sigurisht që po, ka prova, jo arsye. Ka prova? Absolutisht. Që do duhen hetuar. Ku ka raste kur prokurorët kanë bërë presion mbi gjyqtarët për çështje të caktuara. Ju kanë shkuar kanë marrë telefona në zyrë. Gjyqtarët. Dhe gjyqtari apo si do të qoftë një TVQ, kushdo që ka qenë atë zyrë, që lejon prokurorin ti vetë duhet të marrë telefonin tavolinë e punës, ai duhet të zhdua nga sistemi pikërisht për mos ushtim detyrës. Them prokurori dil jashtë të vëhequr në zyrë. Apo jo, Karançe. Ose ta çoj vendimin në apel, ti marrë telefonin edhe ta procedoj penalisht. Edhe kjo. Pra, kalpsimi i brendshëm i sistemit ka të lashe shumë të mëdha që shëndoshin ligjin për të vepruar. Ç'bëjnë këto? Hapin një vrim aty te diga për dalë këto mitë e pushtetit. Zotëri, pyetja thelbësore është: a e ndihmon luftën ndaj korrupsionit ky sulm i pushtetit ndaj drejtësisë? Por ideja është edhe në qoftë se ky vendim shkon e hyn nëpër kontroll apo ky vendimin unifikues kush do të kontrollojë zbatimin e këtij në një moment caktuar, se kjo është diskutim tjetër tash. Diskutimi tjetër. Hajde se bëjmë tash. Ja pra t'ja them unë, hajde se bëjmë këto vendimin unifikues në sot Karanxha. Ç'është për të shpëtuar te politika e shpëtojmë, pastaj mbrapa ecim njësoj tash dhe ec. Duhet ndërhyrje legislative ande. Në rast se gjendja vazhdon, të paaftët duhet hapin krahun. Dhe ti lën rrugën profesionistëve. Karanxha. Largojnë budallënta ndo shmush me budallë. Ka ndodhur ndryshe, të paaftët janë lënë sistem nëpërmjet vetit. Shohim me tash. Dhe një numër i konsiderueshëm të aftës janë larguar thjesht sepse nuk duhet ndodheshin aty për të bërë këtë detyrë që duhet bërë. Dhe kjo është përdorja e sistemit. Dhe kur them, ora luftojnë korrupsionin, ne kemi rënë në linjë që hetohet për çështje fustanësh.